Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mbani uthullmollën në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë dhe nuk do vuani kurrë nga këto probleme. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibra të cilat mbrojnë shëndetin e stomakut. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë si laksativ duke zgjidhur çështje siç mund të jenë konstipacioni. Sipas Healthy Side, në këtë video do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i uthullës së mollës. Ajo normalizon gjithashtu pH-in. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht të lëkurës dhe të flokut. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje duke dretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Është e mirë kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që del shpesh jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Përmirëson nivelet e sheqerit në trup. Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ndalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregullojë nivelin e sheqerit në të. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës së mollës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit në gjak që zgjat deri ditën e nesërme. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e toksinave nga trupi. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjedhe uthullmolle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Ajo ju ndihmon gjithashtu edhe për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse e pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në pakësimin e depozitave dhjamore, gjithashtu edhe një mundësi më e mirë për të hequr peshën e tepërt. Uthulla e mollës është një produkt i cili mund të ndihmojë në përmirësimin e tretjes. Pak uthullmolle në mëngjes ekuilibrojnë gjithashtu edhe pH-in e stomakut duke lehtësuar tretjen e ushqimeve. Në të njëjtën kohë zvogëlon fryrjen e barkut dhe parandalon zbatitjen e acideve dhe si rezultat tretja do të përmirësohet. Do të keni më pak aciditet të stomakut. Për shkak të aciditetit tuaj, uthulla e mollës shkatron bakteriet që hyjnë në trup përpara se të shkaktojë ftohje ose koll. Uthulla e mollës ndihmon gjithashtu në detoksifikimin e mëlçisë. Një lugë gjedhe uthullmolle në mëngjes ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë, pasi largon toksina dhe substancat e tjera jo të shëndetshme, të cilat grumbullohen vazhdimisht në trupin tuaj. Uthulla e mollës ka shumë vlera të shëndetshme, megjithatë përthithja e tyre nga organizmi varet shumë nga mënyra e konsumit të uthullës. Disa prej mënyrave të konsumit të saj mund të jenë edhe të dëmshme për shëndetin. Prandaj ekspertët këshillojnë që uthullën e mollës ta pini gjithmonë të tretur në ujë dhe asnjëherë ashtu siç është nga shishja, pasi mund të ndikojë në përkeqësimin e shëndetit të dhëmbëve dhe gjithashtu mund të rrisë aciditetin. Uthulla e mollës duhet të pihet gjithmonë edhe në mënyrë të rregullt, por gjithmonë e tretur në ujë dhe në sasi minimale. 1 deri në 2 lugë gjedhe janë më së mjaftueshme për të marrë përfitimet e saj, citojnë ekspertët e Healthy Side. Shijar dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjnë një faktor pengues për përfitimet e vlerave të këtij produkti. Po pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burimi i rinisë së përjetshme. Studimet të ndryshme të cilave u referohemi konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell të mira për trupin dhe për organizmin. Uthulla e mollës ka në përmbajtje të lartë acide, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Për pasojë nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet tretur në 1 filxhan me ujë. Ata sugjerojnë tretjen e 1 deri në 2 lugë gjedhe uthullmolle në 1 filxhan me ujë. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse pini uthullmolle çdo ditë? Uthulla e mollës do t'japë rezultate të mira edhe për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse e pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në pakësimin e depozitave dhjamore, gjithashtu edhe për të rënë nga pesha. Do të keni më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjedhe uthullmolle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Gjithashtu ekspertët tregojnë se ajo është e mirë edhe kundër infeksioneve.
Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që shpesh mund të dalë jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Ajo do të rregullojë gjithashtu edhe nivelet e pH-it në organizëm. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht të flokut dhe të lëkurës. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Uthulla e mollës mund të përdoret gjithashtu edhe për të larguar edhe problemet e stomakut. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur gjithashtu edhe për element të fibrës që mbrojnë stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë si laksativ duke zgjidhur çështjet siç mund të jenë edhe problemet e konstipacionit. Të mirat e uthullës së mollës, sidomos të asaj të olluar me ujë, do të jenë vërtet të larta për shëndetin, duke ndihmuar gjithashtu edhe në përmirësimin e një sër çështjes për organizmin. Pa aftësia e trupit të tresh si duhet ushqimin e konsumuar ju çon në teprit të acidit, fryrje të vjella, kapslëk dhe pagjumësi. Konsumi një përzierje me një lugë çaji mjalt, një lugë çaji uthull mollë dhe një gotë me ujë të ngrohtë gjysmore para se të shkoni për të fjetur, jep efekte të mrekullueshme. Ajo është e mirë gjithashtu edhe në luftën kundër obezitetit. Konsumi i uthullës së mollës ju ndihmon në luftimin e yndyrnave që ju ndihmojnë të ndjeni të ngopur për shkak të pranisë së pektinës. Sipas një ullëtimi, uthulla e mollës zvogëlon numrin e kalorive që trupi mund të marrë nga ushqimet e larta në niste shtesë si makarona dhe orizi. Shtoni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë të pishëm të ngrohtë. Pini nga kjo përzierje përpara se të shkoni për të fjetur për të trajtuar gjithashtu edhe problemet tuaja të stomakut. Përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj në mënyrë të rregullt sigurisht që do t'ja japë rezultate fantastike. Por, nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit të uthullës së mollës, këshillohuni dhe konsultohuni gjithmonë me mjekun tuaj. Uthulla e mollës ka vlera të mira shëndetësore. Megjithatë, përthithja e tyre nga organizmi varet nga mënyra se si ju zgjidhni ta konsumoni uthullën e mollës vazhdimisht në dietën tuaj. Kështu duhet të dini edhe rëndësinë e pirjes së saj dhe rastet në të cilën uthullën e mollës nuk bën që ta konsumoni. Si fillim, nëse zgjidhni të konsumoni uthullën e mollës në dietën tuaj, atëherë duhet të dini disa rregulla bazë. Uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë në ujë dhe asnjëherë të mos pihet direkt nga shishja ashtu siç është. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet pa u tretur në ujë për shkak të aciditetit të lartë që ajo mund të përmbajë dhe dëmeve në ezofag dhe në stomak që mund të shkaktojë. Mënyra e duhur për ta pirë uthullën e mollës është që ta tresni në ujë, që të mbroni fytin dhe stomakun tuaj. Kur ta tresni në ujë, uthulla duhet të pihet me anë të një pipze dhe më pas të prisni 30 minuta që të lani dhëmbët si zakonisht. Uthullën e mollës nuk këshillohet që ta konsumoni atë mbas buke. Nëse keni zakon që të pini uthull molle pas buke, atëherë është koha të ndryshoni rutinën tuaj. Me kalimin e moshës, njerëzit pësojnë një paksim të lëngjeve gastrike të cilat shpërbëjnë ushqimin në stomak. Përrjedhoi uthulla duhet të tretet në ujë dhe duhet pihet përpara vaktit në mënyrë që të përmirësojë tretjen dhe të shmangë fryrjen dhe problemet e tjera. Nëse nuk e pini dot ashtu, hidhni uthull në sallatë dhe do të jetë më e lehtë për ta marrë atë. Tregoni gjithashtu kujdes edhe me sasinë e konsumit të saj. Gjëdha me krip dhe kripa me karar, thot populli, dhe kjo shprehje vlen edhe për sasinë e rastit të pirjes së uthullës. Nëse doni të filloni një regjim ku të përfshini konsumin e uthullës, është mirë që ta nisni ngadalë që t'jepni trupit kohë që të mundësojë përshtatjen me aciditetin. Rregulli i artë është që nuk duhet të pihet më shumë se 2 lugë uthull molle për çdo herë, në mënyrë që të mbroheni nga efektet anësore. Mos pini uthull molle para gjumit. Ekspertët e Healthline këshillojnë që të mos pini uthull molle përpara se të shkoni për të fjetur. Gjithashtu, edhe nëse e tresni në ujë, ajo vazhdon të jetë e dëmshme për ezofagun, veçanërisht nëse ju qëndroni të shtrirë. Njerëzit, të cilët qëndrojnë në këmbë për 30 minuta, mund ta konsumojnë atë si një zgjidhje mjaft të mirë, por në raste të tjera këshillohet të mos konsumohet pasi mund të çojë edhe në probleme të shëndetit tuaj.
Ekspertët e cilësojnë përfshirjen e uthullës së mollës si një nga alternativat më të çmuara në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Mos pini uthull molle nëse keni ulçra të stomakut. Uthulla e mollës ka aciditet të lartë dhe si e tillë është e dëmshme për njerëzit të cilët kanë probleme me stomakun dhe veçanërisht për ata njerëz të cilët vuajnë edhe nga shqetësimet e ulçrave. Uthulla është irrituese për stomakun dhe mund të përkeqësojë situatën tuaj, ndaj nuk duhet ta pini asesi me stomakun të cilën keni edhe probleme siç janë edhe ulçrat. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.